Ju tha në pyetjen tuaj një fjalë kyçe që quhet tranzicioni i zgjatur. Tranzicioni i zgjatur gjithmonë lë më shumë dhimbje se sa rezultat, që do të thotë ende nuk kemi gjetur rrugtimin e vërtet të shtetit demokratik, për arsye se ende nuk po dim në cilën rrugë të shkojmë dhe cilat do të jenë ato qasjet apo kakjet tona që do të na ndihmojnë për të realizuar në jetën e përditshme dhe në familjen e botës demokratike. Kemi tentuar të ndërtojmë një shtet demokratik, kemi bërë disa ligje që nuk janë të këqija, por që lënë shumë për dëshiruar. Jemi larg atyre që do donim shumë të ishim, për arsye se 35 vite për një shtet nuk është gjë shumë e madhe, kurse 35 vite për një individ apo për një popull është një gjë shumë e madhe dhe duhet kuptojmë që jeta e shtetit është e barabartë me jetën e popullit. Natyrisht në 35 vite zhbëm një sistem që ishte sistem i vështirë, siç ishte sistemi i diktaturës, për të hequr duke filluar që nga ajo periudha që u quajt, unë ta quaja periudha e parë që lidhej me katarsis, do me thënë me rivlerësimin e vetes. Më pas për të pritur gjithë problematikat e botës së perëndimit, duke shkuar në një vend që ishte shumë i brisht në këto lloj raportesh dhe për të vazhduar tani me përballje të problemeve shumë të thella që lidhen me disa elementë që nisen që nga fjala korrupsion, që është fjalë goxha e rëndë dhe që në fakt askënd nuk e bën krenar, për të vazhduar me ndërtimin e identiteteve dhe jemi në udhkryqin e modeleve se çfarë do formojmë dhe si do formojmë. Gjithsesi, në këto 35 vite kemi jetuar me një intensitet të jashtëzakonshëm, aq sa kalimi i viteve nuk na është dukur sikur janë 35 ditë,